vini në Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Jam shumë e lumtur që nga sot do të jemi së bashku çdo të njëjtë për të ndarë me ju këshilla dhe rekomandime mbi kujdesin ndaj lëkurës, flokëve, vitaminat, mineralet, ushqimin e shëndetshëm, shëndetin mendor dhe fizik në përgjithësi. Çdo epizod do të kemi të ftuar ekspertët më të shquartë të gjitha profileve shëndetësore dhe jo vetëm. Të ftuar do të jenë edhe persona të tjerë të cilët në mënyrë direkte apo indirekte kanë ndikim në sistemin shëndetësor në Kosovë, duke ndikuar kështu në cilësinë e jetës tonë përditshme. Shpresoj që ky të jetë fillimi i një rrugtimi shumë të gjatë së bashku. Meqense jemi në tetor, i cili njihet edhe si muaji i ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit, dua të shfrytëzoj rastin që u bëj thirrje të gjitha femrave që të bëjnë një kontroll të mamografisë. Të gjitha statistikat tregojnë se zbulimi i hershëm i kancerit të gjirit shpëton jetë dhe ju jap mundësinë të jetoni edhe për shumë vite një jetë të shëndetshme. Po ashtu, dua të potencoj për gjithë ju femra dhe meshkuj që po na ndiqni që gjoksi i femrës nuk është zbukurim. Herën tjetër që ju ankoheni se gjoksi juaj nuk është mjaftueshëm tërheqës, nuk është mjaftueshëm i madh, nuk është mjaftueshëm i rrumbullakët apo nuk është mjaftueshëm i ngritur, kujtojeni që ka femra që i posedojnë gjitha këto karakteristika dhe po vdesin pikërisht nga ky organ. Prandaj tregoni falënderuese, tregoni mirënjohëse që gjoksi juaj me ato përmasa që ka po funksionon normalisht, e rrjedhimisht ju gëzoni shëndet të plotë dhe jeni në gjendje të kaloni momente të lumtura dhe pa brenga me familjarët tuaj. Çdo vit si në nivel lokal ashtu edhe në nivel qendror organizohen kampanja të cilat ju ofrojnë mamografi falas. Prandaj gjitha ju femra që nuk keni pas mundësi për çfarëdo arsye që në pjesën tjetër të vitit të bëni kontrollat e mamografisë, shfrytëzoni këto oferta të cilat zgjatin gjatë gjithë muajit tetor. Duke u nisur edhe nga tetori roz, kemi vendosur që episodin e parë të Glowcast t'ia kushtojmë shëndetit të femrës me theks të veçantë ciklin menstrual. Viteve të fundit, shprehja kujdesi për veten është bërë trend i cili ka kapur gjitha platformat e mundshme. Rrjetet sociale, televizionet, radiot, portalet dhe dominon pothuajse në gjitha bisedat e përditshme. Por fatkeqësia është që krejt këto kampanja, krejt këto biseda fokusin e kanë tek fasada dhe veprimet sipërfaqësore. Kujdesi i mirëfillt ndaj vetes fillon me kujdesin ndaj shëndetit dhe higjienës personale. E hapi i parë në këtë drejtim është njohja e organizmit tënd. Me pas një uri bazike mbi funksionimin e organizmit tënd është nevojë, është edukat, është emancipim, është modernizëm. Njësoj sikur automekaniku nuk mundet me rregullu një makinë nëse nuk i njeh pjesët e saj dhe nuk e din çysh funksionojnë, as ti nuk mundesh me u kujdes për veten nëse nuk e din çysh funksionon organizmi jot. Përvoja e gjatë në banatorëm ka bu me kuptu që sidomos vajzat e reja kanë një huri aq të mangëta mbi funksionimin e trupit të tyre, sa ngatrojnë vaginën me uretrën. Në një epokë digjitale, ku qasja në informacion është më e lehtë se kur më parë, mungesa e informacionit mbi trupin tënd është e pafalshme. Natyrisht, unë nuk po pretendoj që ju të gjithë me e kalu provimin e anatomisë dhe fiziologjisë, por me pas informatat mjaftueshme me mirëmbajt shtëpinë tuaj të përjetshme që është trupi yt. Si fillim, duhet me ditë që organet e sistemit riproduktiv të femrave ndahen në dy grupe: organet e jashtme, ato që shihen me sy, dhe organet e brendshme, ato që nuk shihen me sy. Në organet e jashtme bëjmë pjesë buzët e mëdha dhe buzët e vogla, apo si quhen në latinisht labia major dhe labia minor. Buzët e mëdha përmbajnë qime, përmbajnë gjendra diamore dhe gjendra të djersës. Kjo zonë është ajo të cilën ne në praktikë njohim si zona e bikinit. Domethënë kur ju shkoni për depilim me dyll apo laser, çka do që preferoni, këto buzët janë pikërisht ato që konsiderohen si bikini zone. Kjo zonë ka një rëndësi të veçantë në ruajtjen e shëndetit riproduktiv të femrës, sepse është ajo bariera mbrojtëse e cila i mbron organet apo strukturat e brendshme të vulvës që janë shumë delikate nga agresorët e jashtëm. Do me thonë, si buzët e mëdha, ashtu edhe buzët e vogla e mbrojnë hapjen e vaginës dhe hapjen e uretrës nga të gjithë agresorët e jashtëm, si dhe nga dëmtimet mekanike. Klitorisi është një organ në formë cilindrike i cili përmban fije të shumta nervore. Meqense është pjesa më e ndjeshme e gjithë sistemit riproduktiv të femrës, kjo është edhe pjesa e cila siguron kënaqësinë gjatë marrëdhënieve intime. Në grupin e organeve të brendshme të sistemit riproduktiv të femrës bëjmë pjesë vagina, mitra, vezoret si dhe tubat fallopian. Vezoret janë ato të cilat e bëjnë prodhimin e vezëve dhe të hormoneve, tubat fallopian ndihmojnë në transportimin e këtyre vezëve, si dhe lehtësojnë fekondimin. Mitra është vendi ku implantohet veza dhe zhvillohet fetusi, ndërkaq vagina është ajo që e pranon spermën dhe shërben si kanali lindjes. Në rastet kur hormonet e vezoreve, që janë estrogeni dhe progesteroni, e përgatisin mitrën për një shtatzani të mundshme dhe shtatzania nuk ndodh, niveli i këtyre hormoneve bie dhe ajo shtresa që është krijuar në mitër shpërthen duke krijuar kështu gjakderdhje. Ky proces është normal, quhet cikël menstrual dhe paraqitet zakonisht çdo 28 ditë. Pjesë e domosdoshme e kujdesit ndaj vetes gjatë ciklit menstrual janë edhe pecetat higjienike dhe tamponat. Përgjedhja e produkteve të duhura është ajo e cila ndihmon në ruajtjen e shëndetit tuaj dhe jo vetëm, por edhe në ruajtjen e ambientit.
Shumica e pecetave të zakonshme higjienike përmbajnë deri në 90% plastik, përmbajnë poliester, përmbajnë nxehtësi dhe përmbajnë parfum. Gjithë këta përbërës së bashku nuk e lejojnë lëkurën me funksionu normalisht, e rrisin lagështinë dhe nxehtësinë, gjë që krijon mjedis të favorshëm për rritjen e bakterieve dhe këpurdhave. Kjo gjë e rrit probabilitetin e shfaqjes së infeksioneve vaginale. Dioksina që ndodhet në këto peceta shkakton çrregullime hormonale si dhe rrit rrezikun e paraqitjes së shumë sëmundjeve kronike. Ngjitësit dhe parfumet që ndodhen në këto peceta janë substanca irrituese të cilat shkaktojnë alergji, kruartje dhe inflamacion. Studimet e fundit tregojnë se këto peceta përmbajnë edhe gjurmë të metaleve të rënda dhe komponime organike të paqëndrueshme, të cilat përthithen shumë lehtë nga mukoza e zonës intime. Gjatë jetës së saj, një femër përdor mesatarisht 11.000 peceta ose tampon. Meqense shumica e tyre përmbajnë plastik dhe materiale të tjera të cilat nuk janë biodegraduese, ato mund të qëndrojnë në ambient deri në 500 vite, duke ndikuar kështu në ndotjen e dukshme të tokës dhe oqeaneve. Për këtë arsye, në mënyrë që me mbrojtë shëndetin tonë dhe ambientin, është shumë e rëndësishme me zgjedh peceta të cilat janë të krijuara me pambuk 100% organik. Produktet të krijuara me pambuk 100% organik të cilat gjenden në Kosovë janë edhe brendi organik. Duke parë rreziqet e shumta të cilat po i kanosen shëndetit të femrës nga pecetat e zakonshme të cilat përmbajnë plastik dhe materiale të tjera sintetike, hulumtuesit e brendit organik kanë zhvilluar studime me 3500 femra në 19 shtete të ndryshme të botës për me i kriju një produkt i cili është cilësor, komod dhe i sigurt. Pambuku i certifikuar 100% organik siguron absorbim maksimal, gjë që ju mundson juve me vazhdu me i kry punët e juaja të përditshme pa problem. Po ashtu është shumë miqësor me lëkurën, madje edhe me lëkurat më të ndjeshme, sepse nuk shkakton asnjë lloj irritimi. Por me pa dallimin e pecetave 100% pambuk organik me pecetat e zakonshme, mjafton me i pas të dy pecetat në dorë. Peceta e zakonshme përmban shumë plastik, përmban parfum, si dhe është ngjitëse. Ndërkaq, peceta 100% pambuk organik edhe në prekje ndjehet që është e butë, tamam e jap ndjesinë e pambukut dhe nuk përmban parfum. Sasia e plastikës që përmbajnë pecetat e zakonshme është e barazvlefshme me 4 qese të zakonshme plastikës. Nëse unë kisha marrë këto 4 qese, kisha palu dhe ju kisha thonë juve me i vendos në vend të pecetës, asnjëna prej juve nuk ishit pranuar. Ndërkaq, ju vazhdoni me e përdorur këtë pecetën e cila praktikisht e ka përmbajtjen e njëjtë sikur këto qeset. Dallimi i vetëm mes këtyre dy produkteve është që ky produkt e ka mbrapa vetes një ekip fantastik të marketingut që fatkeqësisht e kanë shndruar në njërin prej produkteve më të shitura në botë. Sido që të jetë, nuk është kur vonë me ndryshu shprehit e gabuara edhe me kalu në zgjedhje të mençura. Për me bisedu më gjerësisht për shëndetin e femrës, sot kam kënaqësinë që të kemi ftuar specialisten e ginekologjisë dhe obstetrikës, doktoresh Jehona Binishi Hysa. Doktoresh, mirë se erdhën në Glowcast. Faleminderit Edita për ftesën, mirë se u gjeva. Doktoresh, unë në pjesën e parë të këtij epizodi ja kam kushtuar edukimit të gjitha femrave, sidomos vajzave të reja për shëndetin e tyre riprodhues. Na e dim që te na shahesh që flitet për ginekologun, shumica asociojnë vetëm me shtatzanisë dhe procesin e lindjes. A mundesh me na tregu më gjerësisht çka përfshin realisht ginekologjia me obstetrik? Po ginekologjia me obstetrik është një shkencë e cila mirret me shëndetin e femrës në përgjithësi, do të thotë duke filluar prej shëndetit prej periudhës adoleshencës e deri në periudhën e reproduksionit, do të thotë riprodhimit. Pastaj përfshin edhe periudhën e shtatzanisë. Do të thënë obstetrika është pjesa që mirret kryesisht me shtatzanimin dhe procesin e lindjes, kurse ginekologjia mirret me pjesën e shëndetësore të femrës, duke filluar nga sëmundjet më banale deri tek sëmundjet inflamatore, sëmundjet kancerogjene, do të thotë malinje, do të thotë është pjesa e ginekologjisë. Prandaj janë të ndonë ginekologjia dhe obstetrika që mirret me shtatzanimin. Në cilën moshë ose në cilin moment jetës preferoni ju që një vajzë me e pas vizitën e parë të ginekologut? Si kontroll rutinore për vajzat e reja, përderisa nuk kanë ndonjë shqetësim ose ndonjë problem, preferohet me ardhjen e ciklit të parë menstrual, që të bëhet, ndoshta jo një vizitë, po të bëhet një konsult, në mënyrë që të shiqohet çfarë rrjedhje ka, domethënë si e ka ciklin, çfarë kohë, çfarë periudhe dhe sa kohë këmbjet sasisë gjakut. Andaj preferohet zakonisht me ciklin e parë. Edhe zakonisht vinë, sidomos vajzat e reja me nanat e tyne, vinë në vizitën e parë, konsultën e parë, momentin kur vjen cikli menstrual. Mirë po, edhe me kalimin e një kohe pas ciklit menstrual, nuk është ndonjë humbje e madhe, por prapë preferohet që me u bë një kontroll e parë ginekologjike.
Pse preferohen vizitat rutinore dhe sa herë në vit rekomandohen? Ë, Tashti vajzat e reja, nëse flasim për vajzat e reja, zakonisht preferohen në mënyrë që me pas një informacion mbi ndryshimet që ndodhin n'trupin e tyre me ardhen e ciklit menstrual, do të thotë janë ndryshimet hormonale, ndryshimet në trupin e femrës, pastaj disa vajza gjatë derdhin shumë mund të shkojnë deri në anemi, do thotë për këtë arsye më shumë preferohet. Tek moshat që janë, domethënë në periudhën reproduktive, zakonisht preferohen kontrolla ginekologjike një herë në vit, sidomos femrat që janë në marrëdhënie të vazhdueshme seksuale për testimin për sëmundjet seksualisht të transmetueshme, ajo preferohet një herë në vit, duke pas parasysh që tash mënyra e jetesës edhe ndrimi i partnerëve seksual tek vajzat e reja është shtuar, andaj edhe depistimi ose zbulimi i këtyre sëmundjeve seksualisht transmetueshme bëhet një herë n'vit. Tek femrat që janë në periudhë më të pjekur, po ashtu një herë n'vit preferohet që me u bo pap testi, po ashtu edhe kontrollat për infeksionet inflamatore. Pra në përgjithsi një vizitë një herë në vit tek femrat në cilën do periudhë, qoftë edhe periudhën e menopauzës, edhe në atë periudhë preferohet me u vizitu një herë n'vit në mënyrë që të jetë në kontinuitet çdo ndryshim që ndodh në trupin e femrës. A e praktikojnë tena femrat vizitat rutinore a vijnë veç kur ka naj problem? Jo, fatmirësisht ka ndryshu pak trendi, është bua si rregull me ardhë në kontrolla rutinore, sidomos ka arrit kjo vetëdijsimi mbi bërjen e pap testit, rregull. Ndodhi një 50% muj me thonë që vinë me rregull edhe i kanë ashtu t'rregullta kontrollat, po ashtu përsëritjet në raste t'zbulimit të ndonjë çfarëdo problematike, po është edhe një numër i konsiderueshëm që vinë vetëm në rastet kur gjendja keqsohet ose kur fillon ndonjë problem pak më madhor që ka dalë prej rutinës së përditshme të, domethënë të ciklit jetës një femre. Shumica e femrave kur flihet për vizitën tek ginekologu e kanë pak në siklet e disa prej tyre kanë edhe frikë. Për m'ia u largu këtë frikën edhe krejt ato strese që i kanë, a mundesh me na tregu qysh zhvillohet një vizitë rutinore, çka përfshin edhe mbi gjitha a është e dhimbshme? Po, një vizitë rutinore zakonisht zhvillohet me vendosjen e pacientes në karikën ginekologjike, faktikisht në pozitë ginekologjike, në këmbët e hapura, ku duhet bëhet ekzaminimi me spekulumin, që është ajo plastika e cila është e lehtë, është ka edhe numra, do thotë me numër S, M, L, do thotë për vren po, edhe madhësia e spekulumit, është plastik, lyhet me gjel, po e kemi obligative ta fusim spekulumin në hyrjen e vaginës në mënyrë që ta shohim kanalin vaginal, sa kemi sekret, a kemi ndonjë anomali, pastaj ta shohim qafën e mitrës, do thotë që ajo është pjesa pak ma jo e këndshme që pacientet nuk ndihen shumë mirë, po megjithatë nuk është e dhimbshme, është vetëm jep jo e këndshme për shkak të pozicionit, sepse dhimbje nuk jep. Pastaj pas vizitës ginekologjike në rastet me spekulum, në disa raste bëjmë edhe ekzaminimin me dorë kur dyshojmë për ndonjë dhimbje, jo kur dyshojmë, po kur pacientja ka ankesa dhimbje, duhemi me i prek pjesët e forniksit, qafës mitrës, edhe pjesën e barbut me lokalizu dhimbjen, do thotë a kemi bëjmë dhimbje ginekologjike apo ndoshta kirurgjike, se shpesh herë domethënë përzihet apendiksi ose zora çore me rritjen e ndonjë ciste ose inflamimin e ndonjë ciste ose veç inflamimin e vezorës, andaj këto i bëjmë me ekzaminim me dorë. Pastaj bëhet edhe ekzaminimi me ultratimbullin vaginal, që është sonda vaginale që hyn në vaginë, nuk është e dhimbshme sepse është shumë e hollë, mirë po me sondën vaginale shohim, domethënë ultrazani hyn deri tek qafa e mitrës dhe shihen shumë më mirë pjesë, do të thotë mitra, vezore, tubat uterine nëse janë të inflamume, fshiza e urinës shihet shumë mirë, domethënë edhe urologët e përdorin të njëjtën sondë vaginale, andaj ky është një ekzaminim rutinë, nuk është i dhimbshëm, vetëm pak i pakëndshëm. Kemi raste ku duhet me marrë ndonjë pap test, ajo mirret me një brush, me kryrje, ose strishot mikrobiologjike për infeksione, ato mirren me një tavan t'hollë sikur për vesh edhe vetëm mirret sekreti, nuk është i dhimbshëm, por mirret në mënyrë që të dërgohet për me u
miell edhe me u fultiku, me u izolu shkaktari. A ka moshë normale për paraqitjen e ciklit parë? Po, cikli i parë zakonisht ose menarha që quhet, do thotë paraqitet prej moshës 11 deri në moshën 13 vjeçare, ka raste kur shtyhet edhe në moshën 15 vjeçare, domethënë kjo është shumë normale. Tash ka ndryshu pak trendi, cikli i parë menstrual tek vajzat e reja po vjen shumë më herët, do thotë mosha 11 vjeçare është pak herët, por mund të ndodhë që vjen, ndalet një kohë, pastaj përsëri vjen mas një periudhe 1 ose 2 vjeçare. Domethënë kjo është për shkak të mënyrës jetesës, ushqyerjes, pak me kalori më të shtume edhe po mendohet që trupi i vajzave po rritet shumë më herët dhe po e përjeton këtë ndryshim hormonal. Gjithmonë mosha më ideale kish me qenë 13, do thotë sa më vonë aq më mirë. Mirë po kjo varet shumë edhe prej faktorëve gjenetik, si ka pas nana, si ka pas motra, prej konstitucionit, rritjes, zhvillimit sheh edhe sekondare seksuale. Domethënë gjitha janë një konglomerat i proceseve që lidhen me fillimin i ciklit parë menstrual. Çka konsiderohet cikël i rregullt menstrual? Cikël i rregullt konsiderohet çdo cikël që vjen çdo 21 ditë deri 28 ditë. Do të thotë cikëli mundet marrë çdo 21 ditë, është normal, çdo 25 ditë, 28 po edhe çdo 30 ditë. Domethënë ky diapazon i ardhjes ciklit e përfshin ardhjen në një muaj faktikisht, po çdo 21, 25 ose 28 ditë konsiderohet normal. Çdo cikël që vjen më pak se 20 ditë ose më shumë se mbi 30 ditë konsiderohet vetëm çrregullim që lidhet shpeshher me vizoret policistike. Cikli normal duhet zgjatë 5 deri në 7 ditë, pra po them, varet nga edhe konstitucioni i trupit, nga faktorët gjenetik dhe duhet të ketë një fluks prej 3 ditësh më të shtuar, pastaj duke shkuar duke u rralluar. Do të këto i konsiderojmë normale. Disa persona përjetojnë dhimbje shumë të mëdha gjatë ciklit menstrual, domethënë po flas për dhimbje që nuk janë normale për shumicën e femrave. A është normale me pas si dhimbje të mëdha? Ëm, Tash shpeshher kjo dhimbja e madhe lidhet edhe me endometriozën, domethënë janë disa cista, cistë çokolladë ne i quajmë, që janë cista me gjak, të cilat janë të shpeshta në vezore, po shpeshher ato qelizat migrojnë edhe në pjesë tjera të pelvikut vogël dhe në rastin kur vjen cikli menstrual aktivizohen edhe japin dhimbje. Në rastin kur kemi endometriozë, dhimbja është jo normale, do thotë gjatë çdo cikli. Mirë po ka pacienta që e kanë një PMS t'tillë gati gjithmonë, edhe kanë gjithmonë dhimbje, prap lidhet me faktorin gjenetik. Ne nuk është që mundemi në ndonjë mënyrë me i trajtu përveç në mënyrë simptomatike, ose me dhënien e kontraceptivëve oral në mënyrë që me ul pak nivelin e hormoneve edhe me i mbajt ma t'qeta. Përderisa dhimbja tolerohet me një ilaç tabletar 1-2 ditë, ne e konsiderojmë normale, duke vetë si pasojë e konstitucionit të trupit të femrës. Ka persona që çdo muaj përfundojnë infuzione dhe domethënë duhet me pauzu jetën në një farë forme marrë për shemb punë ose në shkollë. Domethënë kjo nuk konsiderohet normale. Jo, kjo veç s'konsiderohet normale, po në këto raste gjithmonë femra duhet të kërkojë këshillën e mjekut edhe trajtimin e duhur në mënyrë që të do thon bëhet një jetë normale në këtë aspekt. A shërohet endometrioza? Është një sëmundje shumë komplekse e cila varësisht nga shkalla e endometriozës, do të thotë se janë disa shkallë, shkon edhe shërimi. Në stadiet më të rënda është shumë trajtimi i vështirë edhe i randë, atakon edhe fertilitetin në këto raste, po endometrioza e ka një gjë që në momentin që pacienten e fut në menopauzë, do të thotë me marrjen e ilaçeve, qetësohen simptomi, mi po jo gjithmonë është zgjidhja e gjuhur, do të thotë futja e pacientes në menopauzë artificiale për me i ndalë simptomet, po nganjëherë është e domosdoshme. A janë normale blood clots ose ato copëzat e gjakut që paraqiten tek disa persona gjatë ciklit menstrual? Nëse paraqiten në 1 ose 2 ditë dhe pastaj cikli vazhdon normal, i konsiderojmë normal. Mirë po në rastet kur pacientë i kanë shumë të shpeshta dhe
humbin shumë sasi gjaku dhe çojnë deri në anemi nuk konsiderohen normale, duhemi me kërku shkaktarin, sidomos polipet mundet me qenë në brendsinë e mitrës që shkaktojnë blood clots. Mundet me qenë ndonjë shtallëzani e padëshiruar që pacientja nuk e di që ka qenë edhe vetëm e hudh me copsa gjaku. Prandaj duhet gjithmonë me ulu tun. Nëse zgjat mbi 2 deri 3 muaj, gjardherja me copza gjakut duhet të kërkohet këshilla e mjekut, ginekologut, për me e evalu edhe me e zbulu pse po vjen deri te një gjardherje dhe një humbje qaq e madhe e gjakut. Me PCOS a ka lidhje kjo? Me PCOS më pak ka lidhje humbja e gjakut sasi t'madhe. PCOS-i zakonisht lidhet me çrregullim ciklit menstrual, domethënë e që e përmenda ose cikël i zgjatur ose cikël i shkurtum, vjen çdo 2-3 javë ose vjen çdo 40-50 ditë. Do thotë këtë çrregullim të ciklit e bën sindroma e vezureve policistike për shkak të anovulacionit. Do thotë krejt procesi ndodh se s'ka ovulim te vezorët policistike. Prandaj edhe ndodhin këto ndryshime, do thotë, të ciklit. Nuk e di a e përdor TikTokun, po kushdo që hyn TikTok famër besoj për shkak kërkimeve algoritmi çdo dytën video, ja shfaq të një famrës e cila flet për sindromin e ovareve policistike. A është bo kjo modë, a është bo trend, apo kanë qef mi alun fajin kësaj për çdo problem të mundshëm? PCOS belly, PCOS depresioni, do të thonë gjithçka pe lidhin me PCOS-in. Çka është saktësisht PCOS-i? Qysh duhet me diagnostifiku realisht me qenë i sigurt që ki PCOS? Në fakt, nuk po besoj që është bo trend, po është një smundje që i atakon shumë femra, po dhe shumë gjenerata. Si gjeneratat e reja, si ato pak më në periudhën e reproduktive, do thotë është smundje shumë e shpeshtë. Kjo shkaktohet më shumë edhe për shkak të mënyrës jo të mirë të jetesës, do thotë abuzimit në ushqim, jo aktivitetit fizik, do thotë ndikon shumë zhvillimi i vezores kolicistike. Do thotë te vezorët kolicistike kemi prodhim të shtuar kemi më shumë vezë se që duhet, andaj prodhimi i më shumë vezëve e ndryshon edhe prodhimin e ciklit hormoneve. Do thotë shkaktohen ciklet anovulatorë kur s'kemi ovulacion, prandaj cikli edhe shtyhet edhe krijohen probleme të tilla që manifestojnë me një prodhim shtuar edhe të hormoneve androgjene, do thotë mashkulloreve, çrregullimin e prodhimit të hormoneve normale të vezoreve, prodhimin e shtuar të prolaktinës dhe këto përcillen gjithmonë me shumë simptome. Do thotë se vezorja policistike ka një numër të madh të simptomeve, ndër to është e para është rregullimi i ciklit, e dyta është obeziteti, e treta është rritja e rezistencës në insulinë që mundet me qenë në prediabet. E katërta është hirzutizmi, domethënë çime të ftyrë në trup, në pjesët mashkullore, domethënë kur rriten tek mashkujt mes kofshëve, rreth gjinjve, do thotë bëhet problem faktikisht për femra. Infertilitet, po ashtu shkakton pamundësi për të ardhur deri tek shtatzania. Mirë po jo gjithmonë secila paciente me PCOS i ka të gjitha. Shpeshherë unë në praktikën mjekësore kam raste ku pacientja nuk ka asnjë simptom dhe unë i shoh vetëm vezorët policistike me ultrazon. Do thotë edhe pacientja habitet, po e ka vetëm njërin kriter, do thotë vezorët policistike në ultratigull. Ka cikël t'rregull, nuk ka qelzim, nuk ka obezitet. Prandaj është shumë me randsi në cilin nivel është. Ato raste zakonisht nuk i trajtojnë, vetëm i përcjellin. Unë shumë ju sugjeroj pacienteve që me ndrru mënyrën e jetesës. Mënyra e jetesës, reduktimi i karbohidrateve, sheqerit, domethënë ushqimit jo të shëndetshëm dhe aktiviteti fizik e përmirëson dukshëm. Do thotë vjen deri tek humbja e feshës trupore, ulja e rezistencës në insulinë, pastaj rregullohet edhe cikli. Pacientet që kanë durim arrijnë me bo, po ka paciente që nuk kanë durim dhe dëshirojnë me nejtë me shku me terapi. Kështu dasha me dalë se shumica e njerëzve, sidomos te na, jo vetëm te na, po te na është më e theksuar kërkojnë zgjidhje të shpejta. Po, A zgjidhet shpejt çështja e ovareve policistike? është edhe një nga njëherë obligohemi me bo zgjedhje të shpejta kur pacientja dëshiron shtatzani. Do thotë kur dëshiron shtatzani ti duhesh me stimulu ovulimin që me ardh deri tek ovulacioni dhe pacientja me mujt me pas një shtatzani, mirë po jo gjithmonë është efikase. Shpeshherë shtatzanit me policistike përfundojnë edhe në abort për shkak të çrregullimit të ritmit të hormoneve.
është mënyra e shpejtë është me dhënien e kontraceptive dhe rregullimin e ciklit n'mnyrë agresive, mirëpo mënyra më efikase dhe më afatgjate është kjo tjetra. Faktikisht me u mundu me rregullu mënyrën e jetesës, dhe është më afatgjate, sepse kjo mund edhe të rikthehet. Sot shumica e femrave defilimin e zonës intime apo ajo që quhet zona e bikinit e bojnë nëpër sallone të ndryshme. Shumë prej tyre nuk janë as trajnum, as nuk janë profesionistë me e trajtu këtë pjesë. Rëndësinë e buzëve ose labia major dhe minor në parandalimin e infeksioneve shumë femra nuk e dinë, po ashtu as rëndësinë e florës vaginale. Pavarësisht nëse i nështrohesh depilimit me dyll apo me laser, secila prej tyre i bajt rreziqet e veta dhe duhet normal me e zgjedh shumë mirë te kush po shkon. Normalisht është pjesë e higjienës dhe nuk mundesh me e shmangë komplet, por kish qenë mirë me i informu pak edhe për rëndësinë që ka kjo pjesë në parandalimin e infeksioneve vaginale. Po buzët e vogla dhe të mëdha të vaginës janë krijuar anatomikisht në atë mënyrë që me e mbrojt hyrjen e vaginës nga infeksionet, do të thotë qoftë vaginale, qoftë urinare, qoftë nga rektumi, qoftë gjatë marrëdhënieve. Andaj është e randësishme që me qenë buzët e vaginës në ashtu siç janë krijuar, që me e parandalu këtë problematikë. Okej, mbajtja e higjienës rekomandohet çdo fund, mirëpo jo për shembull unë çka s'rekomandoj ndryshimin estetik të buzëve të vaginës për arsye se ajo është ashtu e lindur në mënyrë që me mbrojt pjesë tjera të trupit që në të ardhmen nevojiten për me ardh deri tek një shtatzani e shëndosh. Kuptoj në rastet kur bëhet intervenimi estetik për arsye se ka pengesë për shkak të madhësisë jo normale të buzëve të mëdha. Mirëpo në rastet kur buzët janë pak a shumë normale, n'suazat normale, nuk preferohet, nuk kisha rekomandu me ndrru anatominë faktikisht, sepse i mundet me pas edhe pasoja të infeksioneve t'vazhdueshme pastaj, edhe trajtimi është i vazhdueshëm. Një pjesë shumë e rëndësishme e jetës edhe higjienës për të gjitha femrave janë edhe pecetat higjienike dhe tampon që përdoren gjatë ciklit menstrual. Kohëve të fundit ka marrë pak ma shumë vëmendje substancat me cilat krijohen pecetat higjienike edhe vish kohëve të fundit ka marrë të paktën vëmendjen e dëshirume që shumica e pecetave të zakonshme përmbajnë plastik deri në 90%, përmbajnë ftalate, përmbajnë metale të rënda, përmbajnë parfum edhe nxehtës, për me ardh ajo aroma ma e mirë. Mirë po krejt këto po shkakojnë probleme t'baja duke fillu prej irritimit lëkurës që po kalon mandej n'alergji, n'krurje, mandej ka qenë një rast në Amerikë që është bo kështu pak ma e madhe që alergjia prevalu edhe n'gjitha pjesët e tjera të trupit. Sa është e rëndësishme me përdorë peceta të krijuara me pambuk 100% organik. Se na e dim viteve të kalume para se me ekzistu pecetat higjienike, femrat kanë përdorë pambuk. Ajo nuk ka qenë shumë e përshtatshme ndoshta mënyra e vendosjes, por siguria ka qenë shumë e madhe se sa e këto që po përdoren ditëve të sotme. Shumë është e logjikshme që pambuku 100% me qenë shumë ma efikas dhe shumë ma i shëndetshëm. Andaj ne nuk ju sugjerojmë shumë këtë mënyrë, mirëpo ju sugjerojmë mos me përdorë shumë peceta, për arsye se nuk po dihet përmbajtja. Do të thotë dikush don me pas një jetë, një aromë pak ma t'kandshme, po unë në këto raste për shembull më shumë ju sugjeroj me përdorë shpërlars, do të thotë që shpërlars vaginal në mënyrë që me nxjerr përmbajtjen dhe me qenë e qetë me vetveten që nuk ka diçka, se sa me i përdorë vazhdimisht pecetat. Po një gjë sugjeroj shumë që edhe brekët të jenë t'pamukta edhe të ndrohen më shpesh. Më mirë është ndrrimi më i shpeshtë se sa përdorimi i pecetave që nuk i dihet prej ardhja edhe përmbajtja faktikisht. Se edhe pecetat në fakt kanë me ndejt një kohë, nuk është që ndrohen çdo një orë për shembull. Kështu që ajo është prap i njëjti efekt, ato ndoshta më mirë kish qenë ndrrimi më i shpeshtë i ndresave t'brendshme me përmbajtje nga pambuku as se si sintetik dhe do ta evitonte këtë problem, po mendoj më shumë. Imagjinoj na edhe kur po kërkojmë produkte kozmetike, tash kërkojmë non-stop produkte mos me përmbajt alkool, mos me përmbajt parfum, ndërsa një produkt që ka me u përdorë në një zonë shumë t'ndijshme, përmban një sasi shumë t'madhe të parfumit edhe e shoh që e bojnë me dëshirë t'madhe, realisht e zgjedhin me dëshirë me pas parfum, po n'fakt efektet anësore shumë t'mdhaja. A lidhet kjo me rritjen e rasteve t'infertilitetit? Për shkak se na nuk jemi të ekspozuar vish ndaj atyne kimikateve që po i përmban pecetat, na po ekspozohemi edhe prej ajrit,
Edhe prej Ma kremave, shumë ma do me gjatë. thonë kur i bën krejt bashk, ndoshta edhe një sasi që kur e bën testin konsiderohet nivele normale, kur e merr si total me krejt atë përqindjen e kimikateve që po ekspozohemi, ajo kalon mandej në toksicitet. Me vërtet, tash nuk muj me thonë qa mundet me ndiku në infertilitet. Fakti që infertiliteti ka shumë arsye pse vjen deri te ai të paspjegueshme mundet me qenë edhe ndonjëra prej tyre që mendojmë ne që ditët e sotshme dhe mënyra e jetesës ndikon. Andaj mundet me qenë për këtë arsye edhe po mundohemi maksimalisht me i evitu agjentët të cilët e kanë prejardhjen e dyshim që mos me u ekspozu në ato pjesë që janë shumë të ndijshme. A lejohet, a është e sigurt vendosja e tamponit tek të gjitha moshat? Te moshat e reja, vajzat e reja normalisht që nuk rekomandohet, për shkak të domethënë edhe të fillimit marrëdhënieve, dhe për shkak të mënyrës që nuk dinë shumë ta përdorin, andaj nuk e rekomandojmë. Femrat të cilat janë seksualisht aktive mundet me përdorë. Femrat të cilat kanë më shumë gjakderdhje për me evitu ekspozimin në domethënë pjesë të jashtme, po ashtu rekomandohet, mirë po duhet të bëhet ndrrimi më i shpesh. Do thotë nuk rekomandohet gjaku të qëndrojë në brendsinë e kanalit vaginës për një kohë shumë gjatë, gjithmonë për shkaqe higjienike, sepse është gjak i cili është i dedikuar me dalë prej trupit, prej mitrës dhe prej trupit femrës. Andaj përdorimi po, se në disa raste është komod, po të bëhet largimi më i shpesh dhe ndrrimi më i shpesh është më i rekomandueshëm. A ka mënyrë të saktë dhe mënyrë të gabume me vendos tamponin? Po mënyra e gabume është kur lihet në fillim të kanalit vaginal dhe ajo del faktikisht. Mënyra e saktë është kur futet në thellësi të kanalit vaginal deri tek qafa e mitrës. Zakonisht pacientet pyesin se me çfarë mënyre, do thotë ajo vendoset në mënyrë vetanake. Ka tampon të cilët kanë edhe aplikatorin, nuk e di sa janë në tregun tonë, mirëpo janë shumë më praktik me aplikatorin e tyre, jashtëkohën vrej që ka. Po nuk është ndonjë metodë shumë e zashme, mendoj që edhe në farmaci duhet mirët pak parasysh shpjegimi i përdorimit në rastet kur i blejmë pa konsult me mjekun, se nuk ka nevojë për konsult me mjekun për një tampon, po mundet me qenë mosvendosja e mirë nëse lihet në fillim të kanalit vaginal dhe do dilte e tëra. Pikrisht që dashta me dalë për konsultat mbanatore. Kur kam diplomuar dhe kam fillu për herë të parë praktikën mbanatore, e kam kuptu që shumë femra nuk e din as për ekzistencën e vaginaletës. Edhe për mu ka qenë pak problem, ndoshta disa shprehje popullore kur kanë thonë a me vendos në veti. Edhe unë kom betë të i kshyra ata personat me përvojë çka do me thonë kjo. Në cilat raste rekomendohet vendosja e vaginaletës e kur rekomandohet me marrë terapinë orale? Varsisht nga infeksioni i cili ose problematika e cila zbulohet, jepet edhe terapia. Raste më të rënda zakonisht jepet terapi orale e kombinuar me terapi vaginale, por rastet më të lehta japin vetëm terapi vaginale për trajtimin e vaginiteve, celiciteve, domethënë leukorisë, infeksionit, domethënë sekrecionit vaginal të shtumë. Infeksionet urinare nuk trajtohen me vaginalete, ato të kuptohemi, vetëm infeksionet vaginale, po këtë gjë e përcakton mjeku dhe e përshkruan raport për gjithë mënyrën. Ktu raste munden me ndodhë rastet kur pacientet marrin pa përshkrim të mjekut terapinë, që farmacit normalisht ju japin, dhe aty e merr përgjegjësinë farmacisi ose shitja në banatore që e jep terapinë bazë simptomeve që i përshkruan mjeku. Unë nuk e kisha rekomandu atë metodë sepse e shoh që bëhet rutinë me e përdorë një vaginalet që përmban për shembull metronidazol që është shumë antibiotik i rrallë, edhe mu çaj më rahaton edhe unë duna me përdorë do thot një herë në disa muj. Pse? Metronidazolli jepet raste të izolume, jo gjithmonë ti mundesh me përdorë një vaginalet me kantarian, me acid hyaluronik, me domethënë diçka shumë natyra, po, me aloe vera, tash ka shumë produkte, ato po, ato ju thon merrni pa rekomandim. Po këto do thot me përmbajtje mjekësore antibiotik për çfarë arsye me humb atë florën normale me shkatërru pa nevojë. Që që dim krejt e na ala shumë problem marrja e banave pa recetë edhe ndoshta shumë pak njerëz janë vetëdijshëm që edhe këto vaginaleta ose krema vaginale
kanë përmbajtje të antibiotikut ose të antimikotikut. Nuk është një krem i zakonshëm me cilin e lymë fytyrën, po është fiks një antibiotik edhe përderisa na po lobojmë të ditën mos merrni antibiotik pa recetë, duhet ndoshta me kuptu njerëzit që këtu hyjnë edhe vaginaletat dhe kremat vaginale. Në disa paketime shkruan supozitor vaginal edhe kjo të merr shumë kohë me ia shpjegu pacientëve që kjo është vaginalet. Domethënë nuk janë të familiarizuar me termin supozitor vaginal edhe në banatore shumë shpesh kjo t'i merr minimum 10 minuta me sqaru edhe në fund prap dalin si me dyshime mos jetu dashurish me shih diçka. Kështu që kish qenë mirë ndoshta me di krejt njerëz se vaginaleta dhe supozitori vaginal janë i njëjti produkt, veç është një termin ndryshëm. Domethënë që dallon atë. Në fillim të episodit e kam cek rëndësinë e edukimit femrave për shëndetin e tyre riprodhues. Cila është këshilla jote kryesore që ju kishe dhënë gjitha femrave për me mirëmbajt shëndetin e tyre? E cekëm edhe më herët që kontrollat rutinore janë hapi i parë, që shëndeti riprodhues të jetë i mirëmbajtur edhe të kemi në kontroll çdo lloj ndryshimi në organet riprodhuese femrore. Andaj ashtu edhe kisha mbajt këtë qëndrim që femrat, mbas gjendjes tyre, po edhe nëse nuk ka ndonjë problematik, është mirë që të kërkohet të bëhet një kontroll rutinore 1 vjeçare. Për arsye se mjeku zbulon, do thotë me testet e caktuara zbulon ndonjë ndryshim të cilin femra në trupin e saj nuk e ka vrejt. Andaj vizitat e rregullta do të ndikonin pozitivisht në shëndetin riprodhues femror. Me qenë se jemi në tetor, muajin e ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit, cila është hyrja jote për të gjitha femrat që po na shohin? M'vjen mirë që ka hyrë në një rregull të përvjetshëm kjo tetori rozë edhe femrat për një vinë edhe vendisohen atë periudhë, si duket edhe sensibilizimi e ka efektin e vet. I rekomandoj që të vazhdojnë me këtë trend, do të i përcjellin ekzaminime ginekologjike, paftesin, ekzaminimin e gjinjeve, analizat rutinore bazike, po sidomos ekzaminimi i gjinjeve së bashku me paftesin është ajo që neve na shpëton jetën shumë raste. Zbulimi i hershëm i kancerit si të gjirit, qafës mitrës, vezoreve shpëton jetë tek femra. Andaj qoftë edhe në tetorin rozë le të jetë një rutinë që femrat ta praktikojnë dhe të kujdesen për shëndetin e tyre riprodhues përgjithësi. Doktoresh, ishte kënaqësi e jashtëzakonshme që ishim së bashku me bisedu për shumë probleme që i shqetësojnë femrat. Faleminderit shumë që pranove ftesën edhe besoj që do të shihemi prapë. Faleminderit Edita, shumë ishte kënaqësi e ime që bashkë. Faleminderit gjithë juve që na ndoqët në episodin e parë të Glowcast. Deri në takimin tonë të radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja. Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, Collagen Superdose, Eptaderm, Italmed, Luna Farm, Organic, Shëndeti dhe Mirëqenia.